Përshëndetje të dashur miq, sot po përgatisim sarma. Edhe nëse nuk keni lakër turshi, kjo recetë do të bëhet aq e shijshme dhe aq e mirë dhe ju sugjeroj të gjithëve që ta provoni. Dhe është një mënyrë të lehtë dhe thjeshtë për ta përgatitur. Do të marrim një lakër pak më të madhe dhe fillimisht nga lakra do të largojmë këtë pjesën këtu. Lakrën e kemi qelë, tani do të vazhdojmë që ta zijejmë. Në një tenxhere pak më të madhe, sigurohuni që tenxherën që do ta përdorni do të mund që brenda ta futni edhe lakrën. Shtoni këtu brenda një lug çaj me kryp, si dhe një lug gjelle uthull. Në këtë mënyrë, lakra do ta merr edhe shijen, sikur të jetë bërë turshi. Vendoseni tani në zjarr të lartë dhe pritni derisa uji të fillon të vlanë. Ndërkohë që presim që uji të vlanë, do të bëjmë gati edhe mbushjen e sarmave. Në një tenxhere pak më të thellë, do të shtojmë një lugë gjelle gjalp. Unë preferoj që në gatimet e mia të përdor gjalp. Ju mund ta përshtatni sipas shijeve të juaja, ta bëni me margarinë ose me vaj. Vazhdojmë një herë derisa gjalpi të shkrihet në zjarr mesatar. Tani që gjalpi është shkrir, brenda do të shtojmë një qep të prerë imët. Ta fërgojmë vetëm qepën një herë për 2-3 minuta derisa të zbutet pak. Pasi që qepat jetë fërguar dhe të jetë zbutur pak, brenda do të vazhdojmë që shtojmë oriz. Unë orizin zakonisht e laj dhe e thaj mirë 2 deri në 3 orë përpara dhe në total po shtoj 250 gram oriz. Vazhdojmë e fërgojmë tani vetëm edhe për 2 minuta tjera. Tani më ndalojmë zjarrin dhe nuk do të fërgojmë më tepër. Vazhdojmë që brenda të shtojmë tani mishin e bluar. Unë në total do të shtoj 600 gram mish viçi të bluar. Dhe të gjitha produktet e mishit që unë po i përdor gjatë prezantimit të videoit të Ramazanit, i kam zgjedhur nga industria e mishit Appetit Group, pasi janë të cilësore dhe mbi të gjitha janë edhe halal. Tani më nuk do të fërgojmë. Unë mishin nuk preferoj që ta fërgoj asnjëherë kur përgatis sarma. Në këtë mënyrë, mishi mbetet top dhe duket në formë të qepapit, pasi që të zihen sarmat dhe nuk bie nga sarma. Vetëm përzihen kështu, derisa të bëhen bashk mishi, orizi dhe qepa. Vazhdojmë që të shtojmë tani brenda një lugë gjys kafeje me piper të kuq, një lugë gjys çaj me kryp, krypën do ta shtoni edhe sipas shijeve të juaja, si dhe pak nene gjik, ose nane, ose mint e thotë. Përzijemi edhe një herë të fundit që të gjitha produktet tani të bëhen bashk. Mbushjen e sarmave tani e kemi gati, largojmë anësh, vazhdojmë tani që ta përgatitim lakrën. Uji tani më është duke vëluar, vazhdojmë që ta zijejmë lakrën. Vazhdojmë tani lakrën, e shtojmë brenda te uji, dhe do ta zijejmë dikon për 5 deri në 7 minuta, derisa të shohim që gjethet e laknës po fillojnë që të zbuten. Dhe pas 5 minutave, lakra duket kështu. Pra është zbutur mjaftueshëm dhe fletët ndahen një nga një dhe po e vreni që tani po duken sikur të jenë lakra turshi. Dhe nga që kemi shtuar brenda edhe uthull, ashtu po ja ndjejmë edhe aromën. Vazhdojmë tani që t'i mbështjellim sarmat, marrim një fletë dhe së pari do të largojmë këtë pjesën e fortë të lakrës. Pra kjo nuk na nevojitet. Do ta prejmë gjethen e lakrës në këtë mënyrë pak më të gjatë, sepse këto lloj sarma do t'i bëjmë në formë roleje. Vazhdojmë që brenda t'i shtojmë nga mbushja, dhe po e vreni që mishi qëndron më mirë nëse nuk e fërgojmë dhe ka mbetur top. Vazhdojmë që të shtojmë kështu në formë pak më të gjatë të gjithë i lakrës. Vazhdojmë tani me mbështjelljen.
Dhe tani një gjithet lakrës do të ndajmë në mes që të fitojmë 2 sarma. Vazhdojmë të një kështu në të njëjtën mënyrë që t'i mbushim të gjitha gjethet e sarmave dhe t'i rendisim në tepsi, duke u siguruar që kjo pjesa e qoshit të mbështetet mirë në tepsi. Dhe kështu duken të gjitha sarmat, pasi kemi përfunduar me renditjen në tepsi, tani vazhdojmë me bëjmë gati edhe salcën me të cilën do t'i mbulojmë dhe do t'i zijim sarmat. Në një enë kështu më të thellë, shtoni 500 ml ujë. Pra për një tepsi mesatare si kjo, do të keni nevojë për 500 ml ujë. Te uji do të shtojmë një lugë qielle pas domate. Unë zakonisht përdor nga këto pastat e trasha dhe pasi shumë nga ju më keni pyetur për llojin e pastës, është kjo ajo që unë e përdor zakonisht. Përzihem mirë. Dhe tani sipër sarmave e shtojmë ujin me sartën e domateve dhe sigurohemi që të mbulohen tërësisht me ujë, kështu jemi të sigurt që do të zihen. Letrën për pjekje lagne me ujë dhe vendosne sipër tepsisë. Në këtë mënyrë nuk do të vendojmë kore sipër sarmat dhe do të na mbesin më të buta tani gjatë pjekjes në furrë. Dhe vazhdojmë fusim tani në furrë të parangrohur mirë në 220 gradë, diku për afërsisht 40 minuta. Tani sipër sarmave vazhdojmë që t'ju shtojmë nga pak gjalp të djegur me pak piper të kuq. Kjo shkon sipas shijes, nëse keni dëshirë i shtoni, nëse jo, mund t'i lini edhe ashtu si janë. Sipër sarmave, unë do të vazhdoj që të shtoj nga pak kos,